Jezidi, gjali Muavijës, atë të cilën tregojnë dietar që e ka qellu, dhe në atë të cilën ka gabu. Atë që e ka qellu, Jezidi, administratorët e tij që i ka pas baba i tij në Mekke, në Medinë, në Kufa dhe në Basra, si ka ndryshu, dietarët e historisë thojnë, ta kish bon dhe këta Jezidit, kish përfundu për një dit. Mirë po aj, i la përgjegjësit e këtire qytete, ato që i përgjegjët, Muavija ibn Abi Sufjan. A Muavija ibn Abi Sufjan ka qenë njeriu i mequr dhe nuk kanë nxitu. Ka ditë kanë e zgjedh për ku, për këtë arsye ju ka mundësu me udhëheqën 40 vit. Patën Medinë, e pa caktu Walid ibn Utbe ibn Abi Sufjan, për Mekke Amr ibn Said ibn As, ndërsa Kufa Nu'man ibn Bashir, e për Basrën Ubejdullah ibn Ziyad. Për këtë arsye shkrimin e parë, gabimin e parë që e ban kohën e qeverisjes Jezidi, dhe gabim pas gabime që Jezidi mo kurse në përmison këtë gabim, ashtë se shkrimin e parë ja qënë Walid ibn Utbes dhe i thot se merja dhe me zor besatimin atyre që se kanë dhonë besë. Kush janë ato? Në këtë rast Medinë patën med vetëm dy. Abdullah ibn Omerin ja dha besatim, Abdullah ibn Abasi ja dha besatim, Abdurrahman ibn Abi Bakr vdiq med Abdullah ibn Zubejri dhe Husein ibn Ali. Tha edhe nëse nuk ngojnë, tha burgos, nëse nuk ndëgjojnë, tha edhe ka